musliman. Vendi u hap para perëndimit dhe kjo hapje nuk u shoqërua me disa norma, me një infrastrukturë të dur ligjore, domethënë këto shoqata që vinë për ndihmë, të konfluara që vinë për ndihmë për të ndihmuar në rimëkëmbjen e besimit islam, besimit katolik apo besimit ortodoks, çfarë rregullash duhet të zbatojnë. Ideja ishte që këtu u gjet, po ta shpresh në një gjuhë popullore, domethënë gjetën një terren shumë të virgjën nga natyre për të realizuar qëllimet e tyre të mira, por edhe qëllimet e tyre të këqija. Dhe fakti tregoi që në radhë të këtyre shoqata deportuan edhe element ekstremist. Bile një pjesë e këtyre shoqata vishin nga ato vende, flas konkretisht për shoqatat islamike, edhe nga ato vende të cilet kishin një besim fetar islam, po një variant apo një shkollë që nuk përshtatej me traditën shqiptare fare. Vëmendja ndaj çështjeve fetare ka qenë e dobët për shkak të një lloji inercie të tipit ateist që trashëgonte shoqëria shqiptare nga regjimi komunist. Por më vonë duket që ata kanë infiltruar dhe për mendimin tim ka pas edhe disa arsye, si më thon, disa arsye pse ka ndodhur kjo. Një pjesë e analistëve thonë sot se që në këtë moment filluan dhe problemet e para për komunitetin musliman, për shkak të një tjetër lloj islami nga ai turk, që po vinte nga bota arabe, po vinte një islam më radikal. Këto në farë mënyrë që në atë kohë duke përfituar nga varfëria e komuniteteve, nga mungesa e objekteve të kultit, ata financuan objekte të kultit, por caktoshin edhe personin, rekrutuan apo gjetën njerëz të varfër që i quhen edhe për studime jashtë shtetit e tjerë dhe një pjesë e tyre i quhen ato vende ku po të edukoshin apo të mësonin një diçka që nuk ishin në traditën tonë. Dhe ata njerëz kërkuan ti emëronin, edhe i emëruan në për disa vende në Shqipëri. Në një farë mënyrë, domethënë, u krijua një problem që në atë kohë unë po e quaj një përplasje rrymash, domethënë Islami tradicional shqiptar me këto po i them këto tendencat arabizuese. Përplasja është pikërisht mes po themi këtij grupi dhe grupi tjetër. Unë kam qenë në vitet 90, në fillimet e viteve 90 kam asistuar ka qenë një hoxh nga Peshopia, me sa mbaj mend, Idris Ferhati, me sa mbaj mend, i cili ka mbajtur ca leksione për besimin te Pallati i Kulturës, mua më duket shumë interesante. Pra, çfarë më bënte përshtypje, që ai ishte përfaqësues i një kleri, pavarësisht se unë jam katolik për shembull, por përfaqësonte një mentalitet të ushtruarit besimi që nuk i cënon të tjerë dhe mbi gjitha nuk synonte kurfar asgjë në kuptimin agresiv. Mendoj që ndryshon puna me islamin e tipit arab, është më agresiv, është më imponues, nuk i njeh disa të drejtat individuale të ushtrimit. Një pjesë e atyre që ishin dërguar për studime filluan të ktheheshin, ata kishin ardhur me mente e tjetër kujt këtu. Por gjërat më pas filluan, unë gjykoj që gjërat filluan po ti djegësh, domethënë për gjithë periudhën 20 vjeçare, unë them që kanë pas zhvillim pozitiv. Po a ishte ky lloj islamizimi, një lloj me islamin që prej shekuj kishin mësuar, predikuar dhe praktikuar shqiptarët? Xhavit Shala, një ish funksionar i lartë i policisë së shtetit, thotë se janë të dokumentuara rastet kur qëllimet e organizatave të ndryshme që ndihmonin muslimanët shqiptar jo gjithmonë kishin qëllime të mira. U pren financimet një pjesë të konsiderueshme të këtyre elementeve ekstremistë, po që bile u bën goditje edhe me arrestime në Shqipëri në atë kohë, godit në 98, 99, 2000 u godit një rrjet shumë i rrezikshëm që ishte celula Xhihadit Islamik Egjiptian. Ishin pikërisht këta persona të cilët kishin deportuar nëpërmjet këtyre shoqatave dhe ky ishte një nga operacionet në atë kohë, paktën media në Amerikë, kështu e quajti një nga operacionet më të suksesshme që kishte realizuar CIA në atë kohë. Edhe këtë ajo bëri në bashkëpunim me shërbimin shqiptar, domethënë. Rasti më flagrant është ai zbulimit në vendin ton nga Shërbimi Sekret Shqiptar, në bashkëpunim me CIA i celulës së Xhihadit Islamik Egjiptian, terrorizëm, pastrim parash dhe një islamizëm radikal, tituj këta të rënd për muslimanët shqiptar. Shiko, njerëz me mendimet negative, njerëz me ndoshta dhe qëllime jo të mira do ketë për herë, sepse ashtu sikurse me gjithë njerëzit tundohen prej dëshirës për karrierë, prej dëshirës për post, prej dëshirës për gjëra të ndryshme, edhe muslimanët nuk janë të përjashtuar nga një diçka e tillë. Por ama në momentin që ndjekin
rregullat e Islamit, ashtu sikurse ato janë të vendosura që prej kohës profetit, atëherë do të shikohet që çdo gjë ka një mbarvajtje, ka një harmoni, sepse më së shumti janë muslimanët ata që janë të interesuar për sigurinë, janë të interesuar për harmoninë, janë të interesuar për tolerancën, sepse i përfaqësojnë këto vlera, sepse i kanë në librin e tyre të shenjtë. Atentatet në kullat binjake më 11 shtator 2001 bën kthesën e madhe, ndryshimin e madh. Ato rritën vëmendjen ndaj një rreziku të sigurisë kombëtare që mund të vinte nga religioni. 11 shtatori zgjoj vëmendjen, domethënë zgjoj vëmendjen edhe në Shqipëri, zgjoj vëmendjen edhe në Ballkan, edhe në Europë, e kudo. Domethënë që duhen parë financimet e tjera. Dhe edhe problemet më pas fillon të jenë më në mbikëqyrje edhe të agjencive ligjzbatuese. Nëse nuk do kishte ndodhur 11 shtatori, unë do të parashikoja shumë tjera zhvillimet. Shqipëria nuk mund të mënjanojë nga këto zhvillime. Për 10 vjet në Shqipëri kishin kryer aktivitetin e tyre një sër shoqatash dhe organizatash që shteti e kishte të pamundur t'i kontrollonte aktivitetin. Publikimi i listës së zezë së financuesve të terrorizmit pati rezultatet e saj edhe në Shqipëri. Emrat e parë të bamirësve që vinin nga lindja ranë në rjetën e listës që financonte terrorizmin. Shqipëria ka bllokuar mbi 40 llogari bankare, si dhe ndërtesa e troje, pasuri të personave që u gjenden në listat e OKB-sit të dyshuar për terrorizëm. U godit celula e Gjihadit Islamik Egjiptian. Kjo celul kishte infiltruar njerëzit e saj në disa organizata bamirëse si Global Relief Foundation, Ringjallja e Trashëgimisë Islame, Fondacioni Al Haramania, Fondacioni Taibah of Islamic e të tjera. Këto organizata financuan edhe lëvizjen selafite në vendin tonë. Sot në arenën ndërkombëtare, ndonjëherë nga qarqe të caktuara dhe pastaj transmetohen edhe nga media, transportohen në për vendet ndryshme, identifikohet dhe Islami ndonjëherë me rryma terroriste, me terrorizmin, njësohet me terrorizmin, por ama po të shikohet në burimet e Islamit, mund të shikojmë që nuk ka, është gjëja me largët, ato që largësia me madhe mes dy gjërave, është Islami me terrorin, sepse Islami vetë është, do të thotë paqe, do të thotë siguri. Muslimani është njeriu i sigurisë. E megjithatë, askush sot nuk flet për rryma radikale. Nëse vahabizmi është problem në Maqedoni, u duket se vetë shteti ka marrë një qëndrim të hapur kundër kësaj lëvizje. Në Shqipëri nuk ka deri tani një grup drejtuesish të fesë muslimane që të dalin hapur në mbrojtje të kësaj lëvizje. Ekziston edhe një pikpyetje që unë kam drejt, si studiues i kësaj fushë kam drejt ta them, që shpresoj që kjo të mos jetë një lojë për ta marrë kalar nga brenda. Që do të thotë? Që do të thotë, domethënë, hiqen lënë heshe, domethënë zëvendësohet brezin dhe pastaj problemet vazhdon domethënë ajo që ishte në fillim. Sipas Xhavit Shalës, rrymat ekstremiste fetare janë bërë shpesh herë edhe pjesë të agjenturave sekrete serbe në kundërvënie të çështjes shqiptare. Prezantuar shqiptarët muslimanë ekstremist dhe veten si mbrojtës të kristianizmit për të marrë mbështetjen e Europës. Tentuan shumë serbët, kanë tentuar historikisht, për mendimin tim ata kanë patur strategji të sakta për të njollosur muslimanët shqiptar, për të bindur Europën që shqiptarët janë arab. Muslimanizmi shqiptar është muslimanizëm arab. Synimet e tyre ishin synime të pastra etnike dhe fetare, nuk kishin ata synimi i tyre që shqiptarët të hiqin mbështetja nga perëndimi. Serbët angazhuan edhe shërbimin sekret të tyre për të kontaktuar, domethënë për të krijuar çarqe shkurta me vahabizmin dhe për ta sponsorizuar në një farë mënyrë, në mënyrë vetëm për të njollosur shqiptarët. Por kjo do t'ju bjeri pasojat do t'ja ndinë vetë serbët, edhe maqedoncët. Në marrëveshjen që ka bërë shteti shqiptar me besimet fetare për sa i përket besimit musliman, ka përcaktuar se shkolla filozofike që duhet ndjekur është ajo Hanefi, e aplikuar për 5 shekuj në këtë vend. Marrëveshja detyron qeverinë të bëjë ligjin e financimit të besimeve fetare. Nuk përbën kjo cenim të sekularizmit. Absolutisht as pak. Përkundërzi, i jep fund një përjashtimi të pamerituar, se po të jep çështjen për rrafshin fiskal, aksionerë në këtë vend janë të gjithë qytetarë. Komunitetet fetare të kenë të gjitha mundësitë e ushtrimit normal të ndërtarisë tyre.
Me nënshkrim me marrëveshje me komunitetet fetare, në marrëveshje me Komunitetin Mysliman Shqiptar është përcaktuar që shkolla juridike zyrtare e Komunitetit Mysliman Shqiptar është shkolla Hanefi. Kjo i ka prerë rrugën me vehabizëm